Dy shqiptarë të akuzuar për grabitje në vilën e biznesmenit Eugenio Galizioli në Trento të Italisë kanë pranuar fajin dhe do bashkëpunojnë me drejtësinë. Sipas mediave italiane, Klodian Cesku, 31 vjeç, dhe Arsild Memaj, 21 vjeç, janë dënuar me 4 vite e 3 muaj burg, një gjob prej 1.200 eurosh dhe detyrimin për të dëmshpërblyer pronarin me 15.000 euro. Ndërkohë personi i tretë i dyshuar, Marian Drekaj, 44 vjeç, i cili ka mohuar vazhdimisht përfshirjen në këtë ngjarje, është dërguar për gjykim. Procesi ndaj tij pritet të nisë në korrik të këtij viti, ku do të përballet me akuzën e grabitjes së rënduar në bashkëpunim. Ngjarja ndodhi gjatë natës mes 7 dhe 8 tetorit 2025 në vilën e biznesmenit, ku grabitësit hyn për të marrë sende me vlerë përfshir një orë dhe disa veshje. Ata kërcënuan me armë dhe mbajtën peng për rreth 4 orë 72 vjeçarin. Sipas hetimeve, viktima refuzoi të tregonte kodin e kasafortës, çka detyroi autorët të përdorin një mjet prerës për ta hapur dhe për të marrë rreth 300.000 euro. Lëvizjet e autorëve u zbardhën përmes kamerave të sigurisë dhe përgjimeve, ndërsa 3 prej tyre u arrestuan pas disa javësh në zona të ndryshme në Itali. Një person i katërt mbetet ende në kërkim. Biznesmeni është paraqitur si palë civile dhe ka kërkuar 400.000 euro dëmshpërblim për dëmet materiale dhe morale.